Përshëndetje të gjithëve, unë jam Adisa nga Adisa's Kitchen dhe sot së bashku do të përgatisim një ëmbëlsirë shumë të veçantë dhe shumë të thjeshtë që unë e kam shumë për zemër dhe në familjen time e përgatis shumë shpesh është cheesecake-u pa pjekje, por sot do e bëj me mjedra dhe këto mjedrat janë shumë të shijshme, siç e shihni janë sikur sapo janë kputur nga dega, edhe pse janë ruajtur në ngryrje. I kam marrë tek një mikeshe imja në Instagram që ka një faqe që titullohet Si fshat dhe aty gjeni produkte fshati, mjedrat janë nga Mali. Doja shkruaj këtu poshtë faqen dhe nëse ju duhet ndonjë gjë mund të shkoni vetë te faqja dhe t'i bëni porosi. Gjithashtu nuk do harroj t'ju kujtoj nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe e të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoheni për çdo recetë të re. Shpejt do fillojmë nga puna dhe për shumë pak minuta cheesecake-un do e kemi gati. Si fillim do të përgatisim bazën e cheesecake-ut dhe për një tavë me diametër 22 cm do të na duhen 200 gram biskota do i kalojmë në mikser. Zakonisht kështu i gri me mikser, por mund t'i bëni edhe duke i futur në një qese me ollai dhe do ju thoya që nëse keni ftuar për iftar gjatë këtij muaji Ramazan, mund ta përgatisni fare mirë këtë ëmbëlsirë sepse është shumë e thjeshtë dhe keni shumë pak mundësi për të dështuar. Kalojmë biskotat përsëri tek tasi dhe do i bashkojmë me gjalpin. Tu kemi 120 gram gjalp, të cilin do e shkrim dhe do e bashkojmë me biskotat. Do bashkojmë gjalpin me biskotat. Vazhdojmë i përzim që të na krijohet një masë homogjene dhe të gjitha biskotat të marrin atë pjesën e gjalpit. Na duhet një formë cheesecake-u me letër pjekje poshtë ku do të kalojnë të gjitha biskotat që kemi gryer. Të gjitha biskotat do i shpërhapim sa më mirë në formën e cheesecake-u dhe do fillojmë t'i ngjeshim. Unë po i ngjesh me këtë formë, mund t'i ngjeshni me gotë apo çfarë të doni ju, mjafton që t'jetë diçka e shesht dhe të ushtroj presion tek biskotat. Biskotat siç e kemi kështu do i kalojmë në frigorifer dhe ndërkohë do merrem me përgatitjen e kremit, ndërkohë që këto qëndrojnë në frigorifer edhe mpiksen paksa. Do të vazhdojmë me përgatitjen e kremit apo të kremrave, të cilin do ta vendosim si shtresë në mes, dhe kjo është pjesa më e rëndësishme apo më e shijshme e cheesecake-ut. Na duhen 650 gram apo dhe 500 gram krem djathi i tipit Philadelphia. Unë sot në fakt kam marrë mascarpone sepse e kisha marrë për diçka tjetër, por keni parasysh që edhe me mascarpone bëhet tepër i shijshëm. Te kremi i djathit unë shtoj edhe 2-3 lugë gjelle mjalt sepse i jep vërtet shumë shije, një shije ndryshe dhe shumë të lezetshme. Do të bashkoj me kremin e djathit 120 gram sheqer pluhur. Do të shtojmë edhe shumë pak aromë vanilje. Dhe tani do të vazhdojmë duke e rrahur me rrasin elektrik sa na krijohet një masë homogjene dhe kompakte, por duke pasur shumë kujdes që mos arrajnë më shumë se ç'duhet, sepse ka raste që kremi i djathit fillon të pritet. Në një tas tjetër kam shtuar 200 ml pana për ëmbëlsira. Hopla, nuk e di si mund ta quani disa nga ju, dhe këtë do e rrahim në 80% të saj, që do të thotë nuk do të formojmë një shkumë shumë të qëndrueshme. Gjithashtu duhet keni shumë kujdes me panën e ëmbëlsirave, pasi duhet jetë e ftohtë nga frigoriferi, sidomos në verë ka rrezik që të pritet, dhe kur është verë zakonisht unë e fus edhe tasin në ngrirje, pra do e rrahim edhe. Vëmendje, kështu duhet të duket kremi i panës, mos e teproni duke i rrahur më shumë se ç'duhet, sepse pastaj ju priten. Tani është momenti që të bashkojmë kremin pana me kremin mascarpone që përgatitëm më përpara. Dhe ky do të jetë i gjithë kremi i cheesecake-ut tonë.
Do I përzijim pak shtu me spatull sa të na krijohet një masë homogjene dhe pastaj do vazhdojmë të rrahim edhe për pak me rrajsin elektrik, por gjithmonë duke kujdesur që ta bëjmë vetëm për pak minuta, as një minutë gjithsej më sakt. Tani kremin e kemi në rregull, është formuar një masë kompakte dhe homogjene. Këto pikat e zeza që ju shihni, ta dini se janë vanilja. Të gjithë kremin tani do e kalojmë tek forma e cheesecake-ut. Unë nuk I shtoj asnjëherë cheesecake-ut gelatin, thjesht do e kalojmë këtu tek kjo dhe duke qëndruar në frigorifer për disa orë, apo dhe nëse përgatisni një natë më parë, akoma më mirë. Ai pikset, kemi rregulluar bukur formën në sipërfaqe. Dhe tani do fshim pak këto pjesë anësore, do e kalojmë në frigorifer dhe do të përgatisim riçelin e mjedrave në thonë. Në një tenxhere të vogël do të shtojmë 300 gram mjedra, më dhimbë se këto mjedra dhe aq të bukura janë. Po do I bëjmë riçel. Tek mjedra do të shtojmë 2 lugë gjelle të bollshme me 27 dhe do të shtojmë 70 gram sheqer. E kam lënë në zjarr të ulët sa të shkrijmë disi mjedra, ndërkohë I përzijim që 27-ja mos bjerë në fund dhe mos na trashë. Pasi mjedrat shkrijnë, e kam gjetur në secilin e do vazhdojmë ti trazojmë që mos na ngjisë dhe do presim derisa të trashën dhe lëmë të kthjellohet. Kjo merr diku tek 10 minuta ose pak më shumë. Tani kremin e mjedrave e kemi gati, do e kalojmë dhe pak me mikser. Kaluar në një tas sepse duhet ta lëmë të ftohet dhe do e kalojmë ndërkohë pak me mikserin e dorës. Kështu masa bëhet edhe më kremoze dhe më homogjene e fine. Tani kremi I mjedrave nuk është se është ftohur plotësisht, por unë dua të pres më sepse do të ftohet edhe më mirë në frigorifer dhe do krijoj atë stresën tonë. Dhe tani do e kalojmë në frigorifer për 3-4 orë apo edhe një natë. E lëmë dhe në fund do ju tregoj se si do e dekorojmë e do e servirim. Tani cheesecake-un e kemi gati, thjesht do e dekorojmë sipër me disa mjedra. Tani e hapim. Dhe voilà, e kemi gati. Ishim me kujdes, mos na prishet forma. Tani është momenti që ta presim. Dojmë pak si na ka dalë në brëndësi. Super, nuk është më piksuar akoma sepse unë e kam hequr para koha nga frigorifer, por gjithsesi duket që është shumë I mirë. Tani hajde ta provojmë dhe ta vërtetojmë se pse cheesecake-un nuk ka nevojë fare për gelatin, sepse kremi bëhet kompakt, fare lehtë, shumë mirë. Dhe unë jam me një dorë dhe s'ka marrë biskota, por ja edhe biskotat. Ju bëf të mirë nëse provoni dhe mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoheni për çdo recetë e re.